Kur të gjithë kanë mendjen tek zgjedhjet dhe rezultati final, qyteti i Vlorës ka nisur të mipres vizitorët e parë të këtij sezoni. Ata janë kryesisht grupe turistësh të moshës së tretë nga vende të ndryshme të botës, ku krahas bukurive natyrore, kjo periudhë përpara çeljes zyrtare të sezonit turistik karakterizohet nga çmime më të ulta dhe temperatura më të përshtatshme, kryesisht për këto mosha, duke bërë që qyteti bregdetar të jetë një zgjidhje e preferuar për këta vizitor. Turistët vinë nga vende si Izraeli, Italia, Gjermania, Afrika, por edhe shtete të ndryshme të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ata janë më së shumti të interesuar për të njohur historinë dhe kulturën e Vlorës, duke vizituar pikat më karakteristike si sheshi i Flamurit, zonat historike të qytetit, por edhe manastiret. Në fjalën e tyre, ata shprehin impresionet e tyre për qytetin, por edhe çfarë ju pëlqen më tepër. I'm from Israel and I like very much the people of Vlora and the city and the atmosphere in the city. Është nga Izraeli, ka pëlqyer shumë Vlora, njerëzit e Vlorës dhe atmosfera e qytetit. I didn't visit enough, but I like very much the lake near the yes, and I like very much the seashore, and I like very much the sun, and it's very nice visiting here. Dielli i njerëzit vizitoi dhe manastirin e Zvërnecit dhe i mbeti goxha mbresa nga manastiri i Zvërnecit, i pëlqeu goxha. Gjithashtu dhe njerëzit i duken shumë të mirë. Maybe, I'm not sure, but it's very nice one and I'm gonna recommend about the city. If it's important. Ndoshta nuk është e sigurt, por patjetër që do të rekomandoj Vlorën si qytet. First, the beautiful beaches and the nice view and the good food. Pikë së pari, plazhet janë shumë të bukura, pamjet janë shumë të bukura dhe ushqimi ka pëlqyer shumë. Would you come back to Vlora? Well, I think yes, yeah. Beson se po. Well, I think that Albania is beautiful and it's going to be developed, it's going to be more beautiful, and Vlora looks like a nice city that people can come here and relax and enjoy the view and the good atmosphere. Shqipëria në përgjithësi mendon që është goxha e bukur dhe ka për të zhvilluar akoma më shumë dhe do bëhet akoma më e bukur, dhe Vlora sidomos i pëlqen goxha, atmosfera është goxha e bukur dhe njerëzit mund të vinë këtu për të relaksuar, për të qetësuar dhe është këndshëm. Operatorët turistik raportojnë gjithashtu një rritje të ndjeshme të kërkesave për rezervime, jo vetëm në njësitë hoteliere, por edhe në apartamentet me qera, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo tendencë sugjeron një sezon turistik premtues për qytetin bregdetar.